Përshëndetje. Sot është një ditë shumë e veçantë, sepse kam ftuar një djalë, i cilin e quajnë Olti. Olti për mua, përveç se është një njeri i lagjes ku ne jetojmë në të përditshme tonë, është dhe një djalë me shumë ëndra, i gjendshëm, i sjellshëm, korrekt, dhe mbi të gjitha është një djalë i cili unë kam shumë besim që në të ardhmen ka për të dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për komunitetin, ka për të dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në familje dhe në të gjitha ata që e rrethojnë. Për këtë arsye, do doja që në këtë intervistë të ishte sa më shumë pyetje dhe e drejta e fjalës e këtij djali të ri, të cilit mendoj dhe gjykoj që të gjithë duhet kemi vëmendje ndaj të rinjve. Atëherë, Olti, faleminderit që je pjesë e këtyre podcasteve të cilët Daran ofron, por që je sot me mua dhe do të ndajmë së bashku disa ide, disa gjëra që ti mendon që janë shumë të rëndësishme. Si do ta përshkruaje veten me pak fjalë? Atëherë, shumë faleminderit si fillim ndafi për ftesën. Unë quhem Olti, jam një mandarat të shkollës Luana Hajdaraga. Unë kam lindur në Greqi, por i rritur në Tiranë. Jam fëmijë vetëm, nuk kam asnjë vëlla as motër. Në një kohësisht jam rritur vetëm me mamën, e cila ka bërë që bondi me mamën të jetë më i fortë, le të themi, se një familje normale. Atëherë, duke qenë se je fëmijë vetëm, e ke ndjerë ndonjëherë mungesën e të pasurit një vëlla dhe një motër? Atëherë, në shumë raste dhe po, është gjë që pasi se gjithë fëmijët që nuk kanë as vëllezër as motra ndjejnë si gjë, por kur je rritur me një shoqëri që mund të thrasësh, si për shembull ky shoku im është vllai im, ky motra gota është motra ime, besoj që atë blenjkun që ti ke e bën fill. Okej. E vlerësoj shumë sakrificën që mami ka bërë për të rritur. E bën çdo prind se varet dhe nga kushtet që të vinë. Dhe përveç se kësaj, mami ka rritur një djalë të mrekullueshëm. E jo se e them unë, por ky është fakt tani. Unë do të doja të pyesja pak më tej. Si e mendon të ardhmen e të rinjve? Ku janë të rinjt sot? Me çfarë merren? Cilat janë gjërat që ata bëjnë? Vlerat që ata paraqesin? A keni zhvillime? A keni aktivitete, projekte? Pra çfarë e bën të veçantë një të rinj? Një i ri i kësaj kohe mund të themi që është bazuar më shumë tek puna, kanë lënë më shumë shkollën, edhe pse ka kemi drejtën nga persona që vazhdojnë të merren në shkollë sepse kanë qenë zanatin e tyre, ta bëjnë një të ardhmen. Por shumica e rinjve që janë tani janë të fokusuar më shumë tek puna. Që mund të them që çdo grup shoqëror bazohet tek besnikëria dhe sinqeriteti që kanë. Si për shembull, unë flas për veten që unë marr një tip kënaqësie kur jam i sinqert me shokët e mi, kur sinqeriteti im çon që ata të jenë më të afërt me mua, të ndihen të lirë me mua. Unë mund të them që baza e shoqërisë shqiptare tani në përmoshën tonë është sinqeriteti dhe besnikëria. Por është një gjë që edhe i them të rinjve është që të investojnë për atë që duan për të ardhmen, sa më shumë investim dhe sa të vogla pra për një gjë shumë madhe. Më pëlqen shumë fakti që puna të rinjtë e duan dhe kënaqem shumë kur e dëgjoj. Por tek vlerat shikoj një zhbërje të vlerave familjare në përgjithësi. Megjithatë, kjo nuk është se rrezon poshtë atë fokusin që të rinjtë e duan punë dhe duan të fuqizohen në punën e saj. Unë do të thoja që në lidhje me besnikërinë e shoqërisë, besoj se dhe kjo ka kuptueshmërinë, ka edhe ato pikpyetjet e veta. Se një 18 vjeçar aktualisht është me pikpyetje shumë të mëdha se çfarë do të bëjë. Si ke menduar që pasi të mbarosh studimet, cila është dëshira jote që ti do të vazhdosh në vazhdimsi shkollimi? Dëshira ime më e madhe ka qenë që kur i vogël që kam pas pa filma të ndryshëm, seriale të ndryshme, ka qenë IT, ka qenë cyber security, e kam pas janë që i vogël, madje e kam shkruar edhe mamën që shqipas unë që në klasë 9 kam nxjerrë që do vazhdoj për këtë punë.
Dhe po mundon dhe sa do investime të vogla siç thash, që të katë një shkollë për cyber security, ka një shkollë të mirë për IT, edhe shoh veten që jam duke punuar për cyber security një të ardhmen. Kjo është domosdoshmëria e kohës dhe zhvillim teknologjik dhe besoj se ka për të ecur shumë dhe të uroj shumë suksese në këtë zgjedhjen tuaj. Konkretisht, për komunitetin në të cilën ne jetojmë, për njësinë 12, është një komunitet me kulturë heterogjene, doja të thoja, sepse është krejtësisht i formuar, ka shumë pak vendalim dhe të gjithë janë të ardhur nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Si e mendon kontributin në komunitet? A është aty ku duhet? A është bashkëpunimi në këtë lagje si duhet? Apo ka nevojë për përmirësime? Në gjykimin tënd? Gjithmonë, mund të them se Fresku, si njësia 12, është si një qytet në vete, që ose vendos së re, mund të themi që çfarë ka Fresku, çfarë i mungon Freskut. Është një gjë që nuk ka në mungesë diçka. Bashkëpunimi, mund të ketë akoma dhe rëndësime, mund të ketë përpunime, po që kur ti je detyruar të rrish në një lagje, të rritesh në atë lagje, të djesh në bashkëpunim, që e parë. Por që them që nuk është aq keq si lagje, si njësi. Gjithmonë ka më mirë, nuk ka asnjëherë vend që nuk ka më mirë, por që për momentin kur jemi tash si njësi 12, mund të them që është një qytet në vete dhe është super. Okej. E përgësoj këtë që vlerësimi juaj është maksimal dhe shikoj dhe unë në fakt në të përditshmën time që ka një lëvizje të mbështetjes në fakt. Dhe do doja që sa më shumë ne të rinjt e kësaj zone të jemi sa më shumë projekte të reja. Konkretisht ai talenti jotës në IT, ne në vijim ndoshta do të kemi projekte zhvillimore dhe jam shumë e bindur që mund të ofrojmë ndonjë training falas për të rinj që duan të merren me IT-n dhe kjo do të ishte një mbështetje dhe me kontributin tuaj them se do t'ja dalim në vazhdimsi. Në të njëjtën kohë, unë do doja shumë të flisnim pak për sistemet në përgjithësi. Sistemet në përgjithësi e ka fjalën për sistemin arsimor, për sistemin shëndetësor, për atë kulturor, për median, informimin, për mbrojtjen. Këto janë sisteme të cilat çdo i ri do doja të dija ndonjë vlerësim konkret. Duke filluar cilit nga sistemet aktuale do t'i jepje notën maksimale? Me thënë drejtën, notën maksimale për në këtë brez që jemi të shi ose me këtë që do kalim të shi, nuk kërsa e meriton me njëra. As arsimi, as drejtësia. Hajde mu mjekësia për e fusim pak që mund të marrë një 8-9, por prapë nuk kërsa është si që ka qenë më para po themi. Një vend falas të emergjenca, ke shumë vështirë në që ose nuk je miku dikuj, ose të kesh legje të fysh tavolinën. Është e vështirë si gjë, në këtë kohë themi gjithmonë. Patjetër. Jo, ne do të shikojmë gjërat, do gjykojmë mbi idetë tona, mbi atë çfarë ne shohim, kështu që ne nuk do vendosim mos ta marrim këtë pjesën e sistemit si negativ. Pra, do ta marrim për shembull, nëse unë do të pyesja tek sistemi arsimor. Si gjykon ne prodhojmë diploma apo aftësohemi për jetën? Tani ne të marrim për bazë 90% e studentëve që diplomohen kanë shumë shanse të ulta që ta punë. Për shembull marrim për bazë një shokun tim, nuk përmend emër, është diplomuar edhe është kamerier. Kjo do të thënë që ose është shteti që kërkon punë, por do që ky punëtor ose ky student ketë aftësi punë, kanë këtë vite të bërë punë, ta ka bërë parë këtë punën. Që çej punë, ose thjesht nuk e vlerëson fare. Pra ne po them që ka kanë pasur pjesa e mikut, se nëse ti je miku dikujt, thotë që shihet se e njoh këtë futa, e di që do të bëj punën. Po, sugjerimi. Sugjerimi i mikut, po, sugjerimi i mikut. Po që pjesa a diplomohemi a pritet, mund të them që është më shumë anohet më shumë nga pjesa diplomimit. Pjesa e jetës më shumë. Ju mendoni që ne prodhojmë më shumë diploma
Se sa aftësi për jetën dhe për të bërë suksesshëm në një fushë të caktuar. Edhe pse arsimi mundohet shumë, nuk po e heq vlera që ka arsimi, me mësuesit dhe profesorët e ri ka një mundes shumë fort. Dhe e vlerësoj shumë. Po që thjesht është koha kur ne jemi që nuk. Atëherë, gjimnazin që ti je, me çfarë note do ta vlerësoje? Është një gjimnaz i ri dhe i ngritur shumë fuqishëm, ku unë personalisht si një eksperte në fushën e edukimit e quaj veten më tepër, e vlerësoj me notë maksimale, por kjo s'do të ndikojë në vlerësimin. Ju nga brenda, ky është një gjimnaz i cili e ka pas të domosdoshme kjo zonë. Si e vlerësoni? E vlerësoj me 9. Okej. Gjithmonë ne jam munduar që mos jap gjithmonë notën 10, sepse siç thash gjithmonë ka më mirë, gjithmonë ka aty ku mund të vazhdoj të bëhet më mirë, është më mirë. Është një gjimnaz i ri, ka salla të reja, që nuk mund të zëjmë kështu, ka profesora të ri dhe zysha të reja që janë gati të japin mësim për studentët. Janë gati të arsimojnë nxënësit. Pra e duan atë që bëjnë. Po, bëjnë. e duan atë që bëjnë, e duan fort fare atë që bëjnë, që na shohin dhe neve që kalojnë. Ndoshta ne që jemi brezi i parë në atë shkollë që po kalojnë të 3 vitet, ndoshta do të na shohin më lart, po që bëhet se kështu do vazhdoj dhe më vonë. Kjo në fakt është vlerë dhe unë gëzohem shumë që dëgjoj që mësuesit janë kaq të përkushtuar. Dhe kur ka përkushtim, ka dhe sukses, dhe për këtë jam shumë e bindur që do të ketë besoj dhe në vazhdimsi. Për sa i përket sistemit shëndetësor, ke pas ndonjë siklet ndoshta familjar apo diçka e një të afërmit, dhe si jeni ndjerë? Jeni ndjerë si pacient, i vlerësuar, apo jeni ndjerë dhe doni të mos ishit fare pjesë e këtij komuniteti? Që se flasim për komunitetin, ne kemi ambulancën që edhe aty prap sundon leku. Është një rrallë që kur ka rënë më Covidi, që është pjesa vaksinave, ka qenë rralla mund të niste nga farmacia dhe vinte deri poshtë kryqëzimi. Është një gjë shumë e keqe mund të themi, por personat që kishin lek, që thonin hajde se t'japi kafe, t'jap 2 kafe, e merrin më para këtë që. E merrin shërbimin më shpejt. Sa do që të priset 1 orë, 2 orë, 3 orë, 4 orë, mund të vinte një person me një makinë të madhe, deri i vente lekët, shkonte direkt. Sepse ne kemi mjek shumë të zotë, në fakt, të themi atë që është. Dhe do të uroja shumë që në vazhdimsi këto mendimi i juaj që është krijuar me atë që ju keni parë, apo dëgjuar, apo edhe nga eksperiencat e të tjerëve, se ne po flasim në forma të përgjithshme, që të mos merret si personale dhe gjykim personal i kësaj gjës. Jemi në këtë lloj mendësie dhe në këtë lloj gjendje. Por shpresojmë që në vijim me kontributin e të rinjve, sepse unë kam dëgjuar shumë nga të rinj të cilët duan të studiojnë për mjeksi. Dhe shpresojmë që të shokët tuaj të kenë këtë hapësirë të rregullohet. Pjesa e tretë është drejtësia. A besoni në drejtësi? Tani me hapjen e re të një gjykate shumë të lartë SPAK, besoj 101% në drejtësi. Për shkak se më para, nuk kam besuar shumë për shkak se siç thash kokat e larta iknin pak në cez, kurse me hapjen e SPAK-ut, falënderim në BE-n, kjo gjë ka dalë në hije, ka dalë nga hija, ka dalë lart në dritë që shive se nuk ka të paprekshëm. Po, nuk ka të paprekshëm. Çfarëdo që të punosh ti nuk je i paprekshëm. Prandaj që ka kohës, Shqipëria vjen në një avancim sa më të mirë, inshallah. Edhe shoh që drejtësia po merr formën e duhur, aty ku duhet të jetë, atje se çfarë do bëj. Edhe me këtë bindje të plot, ne rrezojmë atë që sapo thanë pak më parë, shpresojmë që drejtësia të kthejë sytë edhe nga shëndetësia, edhe besoj se edhe ajo problematike gjithë shqiptarëve do marrë një drejtimin e duhur. Për sa i përket pjesës tjetër të medias dhe informimit, për të rinjt, media është informuese apo është gjithmonë deformuese në informacionet që jep? Mund të themi që media është 60% deformuese, 40% informuese, për shkak se
një person që ka këtë media do të nxjerrë sa më shumë klikime nga kjo. Që e deformon pak këtë çështjen, derisa personi të shkojë vetë ta informojë te njëjta faqe që të rritin klikime. Po themi që ai e nxjerr nga konteksti në pjesën e parë, dhe pastaj e zhvillon më vonë. Okay. Që ta bëj një të ri, po themi që më të tërhequr mas asaj, më të intereset mas asaj, e kupton? E qartë. Jo, unë do të thosha edhe diçka tjetër, ta bënim pak më natyrale. Media sot, a ka ndonjë emision për të rinj ku promovon të rinj, se unë nuk është se kam parë, përveç se disa emisioneve të cilat nuk janë për moshën tuaj, nuk kam parë më emisione si dikur. Promovon? Unë kam hequr dorë nga televizori vetë. Ka hequr dorë fare përfundimisht, ca nuk kisha as televizor fare në shtëpi. Nuk ishën se dhe fëmijët e vegjël dhe u thyeti i pari, normalisht më ndodhi që isha shumë komode pa televizor. Më tepër jemi të informuar nëpërmjet mediave sociale në telefon. Megjithatë, përsëri tani që jam rikthyer dhe dua që të shikoj pak televizor, nuk është se kam gjetur një program fiks për të rinj. Dhe kjo ndoshta është edhe mungesë dhe për ju edhe për gjithë ata të rinj të cilët shikojnë aty. Duke e kthyer bisedën në një formë tjetër. Dhe drejtësia, ne kemi shpresë shumë të madhe që po reformohet edhe po jep ato drejtësile, drejtimin e saktë. Shqipëria është një vend i jetueshëm. Në qoftë se neve këtë drejtësinë na shkëlqen, apo pse po ikin të rinjt sot? Të rinjt sot ikin për një të ardhme më të mirë, që në kuptimin që mund të marrë për shembull Gjermaninë. Gjermania këtë të ardhme ka tani. E ka jeton tani këtë të ardhme që ne do ketë Shqipëria më vonë. Do ketë pas disa vitesh. Po, Shqipëria do ketë pas disa vitesh, Gjermania e ka tani. Dhe ata këtë të ardhme e garantojnë që tani dhe më vonë ndoshta vinë prapë në Shqipëri, hapin bizneset e tyre, ose për doktorat që edhe me ligjin e ri tash nuk i kin dot. Prapë nuk i kin dot. Prapë mund të shohin që ti bëjnë studimet jashtë, pastaj vinë përsëri në Shqipëri. Po që është pyetja që sa në vlerë i vjen atyre që të bëjnë studimet jashtë, edhe të vinë përsëri të punojnë në Shqipëri, ku mund punojnë jashtë, për një rrogë më të madhe, për një gjë më të mirë jashtë. Për sisteme më të mira, po. Para i them që ndoshta mbas 20-30 vitesh, ku mund t'jem e kalamojt e mi, edhe ndoshta do i doja që të rritesh në Tiranë, në Shqipëri, sepse do ishte balancuar me një shtet që është jashtë, një shtet në Europë. Atëre, duke qenë se e kemi këtë shpresën që do bëhet një vend akoma më i mirë i jetueshëm, dhe pse të paktën moshatarët fëmijët nuk kanë këtu. Mund të jemi shumë pak që kemi zgjedhur të jetojmë në Shqipëri, pjesa tjetër janë larguar. Megjithatë, shpresojmë që dhe kjo gjë të mos ikin masivisht të rinj, sepse pastaj do të bëhet një vend ku do të ketë gjithmonë lëvizje, kulturash të ndryshme dhe reforma të tjera. Do doja shumë që të shikonin pak edhe një pjesë tjetër, studimet tuaja, do t'i bëni këtu, apo do t'i bëni jashtë? Dëshira ime është t'i kryej jashtë. T'i kryej jashtë, për shkak se mos i kam parë edhe online, edhe kam pyetur miqtë e mi, që në Shqipëri për cyber security nuk është se ka një fushë ose një shkollë që të ndihmon, nuk është e specializuar. Kurse nëse marrim për shembull përsëri Gjermaninë, që është një nga vendet më të avancuara, Gjermania është vendi i parë në botë që ka shef IT-n, bën hire për IT-n, ka shkollë ndihmuese për IT-n, që nuk e di ndoshta edhe jashtë, ndoshta edhe në Shqipëri varet ku të dalë mundësia. Ku të më dalë mundësia. E qartë. Okej, atëherë përsa i përket sistemit të mbrojtjes, çfarë note do t'i vendosni? Sistemi mbrojtjes. Këtu kam kuptimin për shembull për policinë e shtetit, pra për rendin, e kemi për sigurinë, për rendin, në këtë lloj të dyja brenda bashkë. Si e mendon? Notën maksimale. Notën për mua. Për ju. Për mua notën. Po patjetër je i lirë, vlerësoje si gjykon ti, nuk është ndonjë. Për mua një notën maksimale, nuk është se më ka ndodhur ose kam një informacion nga të tjerë që më ka ndodhur që të ketë një keq kuptim kot po themi me një polici ose me një person, individ që punon te policia.
Mendoj që janë më transparent se sa vetë ligji, është që janë, edhe pse ka polica, plot drejtora polica që ndoshta mund t'i shkojnë pak anash ligjit, por që nuk e di, policat që i dalin në rrugë janë shumë më të drejtë, janë më në ligj, e janë bazuar më shumë në ligj. Po, Miqel janë njerëz të cilët e bëjnë punën me dashuri. Me dashuri shumë. Më pëlqen ky vlerësimi i kësaj gjëje. Atëherë më tepër unë do të vazhdoja bisedën prap tek pjesa e Oltit si individ. Nëse ty do t'i jepesh mundësia dhe do të ofrohej që ti do t'i jesh drejtuesi i Ministrisë Arsimit. Një gjë që do ta kërkoje si i ri dhe do ta reformoje, që i mungon sot. Pyetje e vështirë, por që një gjë që do bëja do ishte më shumë të bazohesha tek mënyra se si arsimi amerikan bën studimet. Për shkak se Amerika është një nga vendet më të zgjedhura për studime, për shkak se ndoshta është një vend shumë i madh, por që kemi shumë studime të mira në Amerikë. Unë kam pas një shok që ka pas qenë në Shqipëri, në një shkollë private, po temi ai ka qenë ngelës apo fjalë. Dhe kur ka dalë viza për në Amerikë, ai bën në një shkollë në New York, është me nota më të larta se unë. Është një reformë tjetër në Amerikë që është më shumë tek jo vetëm merr librin e lexo, është më shumë reforma që merr librin praktiko. E qartë. Pra, ti mendon që prakticiteti duhet shkollës sot duhet i kthehet prakticiteti, pra duhet i kthehen ato që janë aftësi për jetën. Po, nuk është puna që ti të kesh një mësim historie, ta shohësh në libër, është puna që të shkosh në muzeu, ta shohësh vetë në muzeu se çfarë është, çfarë ka bërë pjesë ky personi, çfarë është kjo simbol heroik ose një gjë tillë. Po, prakticiteti i kësaj gjës. Pra të ndahet midis teorisë dhe praktikës, dhe të ketë përqindje më të lartë praktika në rastin konkret. Nëse do të ishe ministri i shëndetësisë. Nuk e di, unë Olti të përfituroj shumë që do të jesh një person shumë i rëndësishëm në vazhdimsi. Pavarësisht se do të bësh një IT shumë i mirë sipas dëshirës tuaje, por unë këtë gjykim kam dhe ndoshta pas disa vitesh do ta rishikojmë këtë videon bashkë dhe ndoshta do ja dërgojmë njëri tjetrit. Çfarë si kemi menduar? Okej. Ministri i shëndetësisë, një gjë konkrete. Një gjë konkrete do ishte emergjente që do të ishte aktualisht. Gjëja e parë që do të bëja. Pra pyetje e vështirë. Po pyetje do t'i kemi spontan. Nuk jam shumë informuar mbi emergjencën, por të mundohesha të kisha infermier më të gatshëm. Pra do të investoje në stafin infermieror. Po. Pra është baza. Stafi mbështetës është kryesori i çdo lloj gjëje, gjë që gjithmonë shikohet i fundit. Okej, nëse do të ishe ministri i brendshëm. I brendshëm. Shumë e lartë kjo. Ministri i brendshëm, absolutisht është një gjë që të kapem tek pjesa ministri i brendshëm. Nuk e di në fakt, nuk mirë më duket për momentin se çfarë bën ministri i brendshëm. Megjithatë aktualisht është i grua dhe besoj se është shurëzoja profesionalisht për këtë pjesë dhe ndryshon pak ajo balanca. Megjithatë s'do të ndryshojë që është okay. S'do ndryshojë gjë. Po tek mbrojtja, ministri i mbrojtjes? Tek mbrojtja tani të mundohem të kisha sa më shumë patrulla me lagje që ne e dim që janë vazhdim. Do të kishe prezencën e tyre. Prezencën e tyre do të thotë ta kishe. Edhe nëse do bënin xhiro ose thjesht prezencë, po. Të ishin të gatshëm. Po. Sa për frikë, kupton, nuk është. Pse frika e mbash shqiptarin? Frika nuk është e mbash shqiptarin, mban kriminalin larg. Sa ai do shohë policin do të tremë. Frika mban kriminalin larg, shumë e bukur. Okej, atëherë e dyta, nëse do të ishe ministër i kulturës, inovacionit. I kulturës. Ka më kulturë? Kemi më aktivitete kulturore se i shikoj shumë të zbeta. Edhe pse janë të zbeta për shkak se ne, ka akoma, por për shkak se ne jemi në rrugës drejt BE-s, edhe ne do ta
afrohemi pak me kulturat e atyre, që ata Duhet të fuqizojmë, po, duhet të fuqizojmë të dyja për një herë, të po. dyja për një herë. Edhe pse ne po bien pak nga kulturat tona, pak e nga pak, por që besoj që shqiptarët akoma janë besnik për veten, janë patriotë dhe marrin fort atë që duan. Atë që duam ne nuk e heqim, shko, Po. po ne kemi edhe një problem tjetër. Ne po kemi një tëmet, atë tëmetën tonë e kemi shumë vështirë ta përmirësojmë Po. dhe ta zhbëjmë. Të paktën unë e kam këtë problem tek vetja ime, që nëse e di që kam një defekt ose një tëmet time dhe e kam kuptuar, dhe gjithmonë përpiqem ta përmirësoj, po prap rikthehem aty her pas here. Rikthehem her pas here, por me ato përpjekjet e mia përpiqem të kap ritmin. Po. Por si për inovacionin, a besoni që gjithë ky zhvillim teknologjik ka ndikuar për mirë tek rinia apo ka ndikuar për keq? Çfarë këndvështrimi? Jep një argument pozitiv për mirë dhe një argument për keq. Po themi për mirë sepse po marr përsëri veten shembull, ka qenë një kohë vështirë nëse marrën, po them kur kam qenë në klasë 8, që vështirë ka qenë të gjej informacione për një palë detyra ose për një gjë, duhet merren në telefon persona, 1 milion persona që ti veç gjej një gjë historike që kishe kërkuar pas sysh ose profesori. E po themi që gjëja e parë që që teknologjia ka ndihmuar është tek arsimi, është marrë informacione. Ti direkt e ke, mund të hapësh, të duhet një lajm, të duhet diçka, të duhet të pyesësh Google-in se çfarë letra është në për me ikur në Angli, e ke direkt në Google të del. Është një pjesë e informimit është rritur shumë. Po, dhe kjo i ka bërë njerëzit më të pavarur dhe më selektiv, që ke të drejtë të zgjedhësh në këtë pjesë. Por, a ka ndikuar kjo në marrëdhëniet shoqërore? Ka ndikuar të marrëdhëniet shoqërore dhe negativisht në pjesën që mbyllen njerëzit. Për shkak se gjithë kanë telefon, thotë që ai thonë kam telefon, se të shkoj deri atje, shoh e marr telefon, kryej punë direkt. Edhe është pjesa që kjo çon një mbyllje. Një person mund të mbyllet për jashtë të në shtëpi, thotë që shija se i kam telefon, por si s'furnushin telefon, ky më sjell telefon, gjëra të bëj gjatë telefon. Po pra, i ke të gjitha shërbimet aty dhe janë gjëra që ti nuk... Pse dal? E qartë. Është edhe kjo një pjesë shumë e rëndësishme. Që do të thotë, për sa i përket pjesës vazhdimësisë, e quaj ju, si e mendon veten pas 5 vitesh? Apo 10, ta lë të lirë. Pas 5 vitesh do të marr të dyja përpas. Pas 5 vitesh unë shoh vjen që kam mbaruar studimet për cyber security në cybercrimes dhe shoh që dem duke punuar në një kompani private. Pastaj pas 10 vitesh do ketë avancuar pak kjo kështu dhe shoh që do jem në nismën time të re për hapjen e kompanisë time private në cyber security. Ndoshta këtu, ndoshta ashtu, nuk e di, zoti para në mrapa, por që më shumë që edhe kam shumë kënd kompaninë time, ndoshta të kemë edhe një shëngër private që mësoj fëmijët ose studentët që duan për IT, gjë të tilla, por që e shoh që kem kompaninë time, mbas 10 vitesh. Mbas 10 vitesh, objektiv shumë i fortë, objektiv i qartë dhe unë të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë për këtë bisedë të ngrohtë, ne kapëm pika të përgjithshme të gjërave që ne na prekin dhe shpresoj që gjithmonë të shoh në një sukses, në shëndet të plot, ju, familjen dhe çdo person që ti dëshiron të kesh pranë vetes. Rinia është gjë më e bukur që ke për të kaluar dhe asnjëherë mos ju shmang asnjëherë pjesës së përgjegjësisë. Dhe ti je një djalë i përgjegjshëm dhe jam shumë i bindur që ke për t'ia dalë. Faleminderit për Shumë faleminderit për ftesën Dafi. Okej, zysh Dafi. Zysh Dafi. Do të ngelen gjithmonë zysh Dafi. Zysh do të ngelen. Okej, faleminderit. Faleminderit.